Rrjeti ka gumzhirë së fundmi nga lajmi se këngëtarja e njohur Kanita Suma nga Shkupi prej kohësh është në një romancë me djalin e ish-çiftit Ilir Meta e Monika Kryemadhi, Besarin. Gjatë bisedave të zhvilluara në premierën e filmit Me Fat, Kryemadhi zbuloi se djali i saj Besari është në një romancë, por pa dhënë detaje të tjera. Burime bëjnë me dije se bëhet fjalë për këngëtaren e njohur nga Shkupi, Kanita Suma. Sa ka që raportohet se dyshja Besari dhe Kanita janë në një romancë të shëndetshme prej kohësh, ndërsa mësohet se kjo e fundit ka një marrëdhënie të ngrohtë me familjen e partnerit. Një hulumtim i shpejt në rrjete tregon se Monika Kryemadhi dhe Kanita Suma ndiqen në rrjet, duke e treguar kështu një marrëdhënie të ngrohtë mes tyre. Mirëpo nga ana e palëve deri më tani nuk ka patur akoma një reagim mbi këto raportime. Pritet që me kalimin e kohës të zbulohet nëse romanca mes Kanitës dhe Besarit është reale apo thjesht aludim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.